Apo shkon drejt divorcit Francesca Murati? Detajet që po djegin rrjetin. Francesca Murati, një nga personazhet më karizmatik dhe më të komentuar të edicionit të kaluar të Big Brother VIP Albania, është sërish në qendër të vëmendjes, por këtë herë jo për stilin e saj të jetesës. Kohët e fundit, zërat për një krizë të thellë në martesën e saj po qarkullojnë kudo në mediat roz. Pse po dyshojnë të gjithë? Dyshimet nisën me njëherë pas vendimit të papritur të Franceskës për të zhvendosur përfundimisht në Tiranë. Ndërsa më parë jeta e saj ishte ndarë mes Londrës dhe Shqipërisë, tashmë ajo po ndërton një të ardhme të re në kryeqytet, por siç duket, pa bashkëshortin e saj. Gjatë daljeve të fundit publike apo ngjarjeve të rëndësishme, bashkëshorti i saj nuk është para asgjëkun, ndryshe nga ç'ndodhte gjatë kohës kur ajo ishte pjesë e reality show. Edhe pse është pyetur disa herë në për intervista për gjendjen e martesës së saj, ish-banorja ka zgjedhur të jetë evazive. Ajo as nuk i ka mohuar, por as nuk i ka pohuar thashë themet, duke rritur akoma më shumë dyshimet e fansave. Deri tani, gjithçka mbetet në kuadrin e aludimeve, por lëvizjet e fundit të Franceskës tregojnë një rifillim të jetës së saj në Shqipëri. A është kjo një ndarje përfundimtare, apo thjesht një periudhë reflektimi larg syrit të medias?